Si e pat arrestimin e Madurës, rëmbimin e tij, jo për Madurën, që sigurisht është një diktator, nuk diskutohet kjo, por çfarë a u respektu këtu e drejta e ndërkombëtare, sovraniteti që flitet kaq shumë, OKB-ja, karta e OKB-s, e tjera e tjera. Në fakt, njësër çështjesh që dhe ju i përmendët janë cënuar në mënyrë demonstrative. Nëse do ta fillojmë me të drejtën ndërkombëtare, me ligjin ndërkombëtar, jo vetëm që nuk u respektua dhe u dhunua, por nuk u mor në konsiderat edhe le të themi procedura e brendshme legjislative që është në SBA, ajo e një le të themi një vot besimi apo një okay nga vet Kongresi Amerikan për ta bërë këtë veprim. Jeni ndjeni, Kongresi dje ka kërku impeachment dhe kanë votu 260 për impeachment e presidentit dhe 140 jo. Pikërisht, e madje kjo e bën pak më flagrante situatën. Patjetër të gjithë biem dakord që një diktator në çdo lloj forme që të rrëzohet është një e mirë për popullin i cili lirohet nga diktatura, represioni edhe çdo pengesë apo mungesë e lirisë së brendshme. Megjithatë, mund të themi që e drejta ndërkombëtare mori një goditje të madhe tashmë jo nga vende totalitare, por nga vendi më demokratik në botë, siç ishte SBA-ja. Megjithatë, duhet thënë që duke e parë edhe profilin e Trumpit, është një president i cili jo domosdoshmërisht ka nevojë të marrë leje kur bën një veprim, edhe pse më vonë pastaj fillon dhe mendon për pasojat. Nga ana tjetër, jo vetëm e drejta ndërkombëtare si koncept, por edhe të gjitha institucionet ndërkombëtare. Ne e pam OKB-n, mbledhjen e fundit të OKB-s, nuk pati asnjë rezultat, patën deklarata disa vende, por mekanizmi i saj shtrëngues për të, le të themi, për të ndëshkuar ata që thyejnë ligjin, nuk ekziston më dhe kjo ka një pikpyetje të madhe nëse dhe OKB-ja ashtu si dikur Liga e Kombeve do të dështojë dhe do të përfundojë.